Deputeti nga komuniteti egjiptian Veton Berisha u pyet për pasurinë e tij të deklaruar, për çka tha se pasurinë e ka të trashëguar nga familja. Unë kam lindur milioner, vi nga fshati Qyshk, jam nipi i Ug Salla Berishës, që njihet gjërësisht në atë zonë, jetoj në një vend ku kemi rreth 5 hektar tokë me vlerë të konsiderueshme, dhe unë nuk mund të ndryshoj këtë fakt. E kam deklaruar të gjithë pasurinë time në formularin zyrtar, tha Berisha në TVNI. Ai gjithashtu përmendi se bashkëshortja e tij punon si ginekologe prej disa vitesh dhe se shumica e familjarëve të tij janë të punësuar jashtë vendit. Unë vetë punojshe nga viti 2008 dhe gjatë kësaj kohe është normale që kam blerë banesë dhe gjëra të tjera. Të gjitha i kam të deklaruara sipas rregullave ligjore, ka thënë ndër të tjera ai. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nesër do të marrë pjesë në takimin e përbashkët të liderëve të partive politike, të ftuar nga kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Mirë po, këtë parti nuk do të përfaqësojë kryetari Ramush Haradinaj, por deputetja e betuar Time Kadriaj. Këtë përmjet e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kushtrim Xhemaili. Detajet e tjera nuk janë bërë të ditura dhe nuk dihet ende se pse nuk do të jetë i pranishëm Ramush Haradinaj në këtë takim kaq të rëndësishëm, nga i cili pritet që të marrë fund kriza politike në Kosovë, e cila zgjat që prej 9 shkurtit, atëherë kur u mbajtën zgjedhjet dhe që nga ai moment janë mbajtur 34 seanca, të gjitha të dështuara për zgjedhjen e kryeparlamentares, ndërsa një ditë më parë ishte gjykata kushtetuese e cila mori vendimin që kuvendi duhet të gjejë një zgjidhje brenda 30 ditëve nga një ditë më parë. Analisti Shenol Muharremi ka publikuar matjen e fundit të Omnibusit, ku thotë se lëvizjen vetëvendosje preferojnë më së shumti votuesit me nivel të ulët të ekzekutimit që nuk kanë kryer as shkollën fillore. Përmes një postimi në Facebook, Muharremi ka bërë të ditur se sa më shumë që rritet niveli i edukimit të votuesve, aq më e vogël është përkraja e VV-s. Sipas matjes së fundit të Omnibusit, votuesit me vetëm disa vite shkollë, niveli më i ulët i edukimit, nuk kanë as shkollë fillore të përfunduar, e kanë një përkraje të lartë prej 54.70% për LVV-n. E sa më shumë rritet niveli i edukimit të votuesve, aq më e vogël është përkraja për këtë parti. Janë vetëm 23.60% votues me magjistraturë e doktoraturë që kishin votuar lëvizjen vetëvendosje sipas matjes, ka shkruar ai. Tutje analisti ka publikuar edhe statistikat e partive të tjera, ku thuhet se te PDK vetëm 3.80% e atyre me disa vite shkolle përkrajin, ndërsa kjo parti ka përkrajen më të lartë tek votuesit me magjistraturë dhe doktoraturë, 34.70%. LDK ka një përkraje prej 18.90% tek votuesit me disa vite shkollë, ndërsa tek ata me magjistraturë e doktoraturë ka një nivel të përkrajes prej 13.90%. Tek shtresa e studentëve, LDK ka një përkraje prej 18%, PDK prej 14% dhe LVV prej 38%. Ata me shkollë fillore përkrajin LVV-n në 40.5%, PDK-n 20.40% dhe LDK-n 17.50%, ka përfunduar Muharremi.